Te data 1 qershor e këtij viti, pra viti 2025, një vajzë që ka lindur dhe është rritur në Francë, por me origjinë italiane, erdhi rastësisht në Itali, në një fshat. Për herë të parë, ajo vinte me pushime, sepse kishte kaluar dhe herë të tjera, dhe sapo mbushi 18 vjeçe, tashmë mund të rrinte edhe disa ditë më tepër. Herët e tjera kishte ardhur me prindrit dhe kishte kaluar një kohë të shkurtër, por vetëm për vizita të shkurtra, për shembull në Rom, në Firenze apo në Milano. Dhe kësaj here ajo donte që të bënte pushime të gjata. Dhe rastësisht u vendos në fshatin ku ka lindur babai i saj. Mirpo, pas një jave, ajo nuk do që të kthehet më në Francë. Vajza është rritur në Paris dhe shtëpinë e ka pranë rrugës Champs-Élysées, pra pothuajse në qendër. Vjen nga një familje, le të themi, me mirëqenie të mirë, por ato që ka treguar kjo vajzë më kanë mbetur vërtet në kujtesë dhe dua që ta ndaj me ju, që të kuptojmë se ku kemi arritur tani, sepse duke qenë në distancë dhe ti e shikon nga larg çdo ose nga lart, çdo informacion ose çdo histori të njerëzimit, kur e shikon nga sipër kupton diferencën mes dje dhe sot. Kështu që kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish dhe ju falenderit që jemi për herë bashkë. Sinqerisht falenderit. Vajza, siç ju thash, është 18 vjeçe dhe ajo nuk do që të kthehet më në Francë. Nuk i intereson fare të kthehet në Paris. Ndonse, siç ju thash, ajo mund të rri shkëlqyshëm atje, ka të gjithë mirëqenien që i nevojitet për të jetuar atje, por nuk do të kthehet më. Dhe e dini pse? E thjesht. Sepse ajo thot që këtu kam gjetur shok dhe shoqe, dhe këtu jetoj shkëlqyeshëm, pa stres, pa probleme. Por mbi të gjitha kam njerëz dhe unë dal, po thuaj çdo mbrëmje, pasi unë punoj, thot, sepse ka filluar dhe punën tani, ka 2 muaj që ka filluar punën në një bar, dhe thot unë dal me shok dhe shoqe, gjë që nuk i kisha në Paris. Nuk e di, e kuptoni apo jo thelbin e kësaj bisede. Me një fjalë, një vajzë që me një mirëqenie dhe jeton mirë në mes të Francës, të Parisit, do të thosha, për më tepër vajzë e re, si është e mundur që 18 vjet nuk ka shoqe në Paris? Si është e mundur? E njëjta gjë ndodh në qytetet e mëdha, në Rom, në Milano, në Firenze, në Angli, për shembull në Londër, apo në Athinë të Greqisë, apo ku ta di unë. Dhe e dini pse? Unë po ju tregoj këto vende, sepse këto janë vendet kryesore, por ju keni një pafundësi vendesh edhe në fshatra. Tashmë, jeta është bërë individuale. Nuk ka më si dikur. Nuk ka më që kjo është imja, kjo është e jona të gjithëve. Jo, kjo është imja dhe ajo është jotja. Mbyllë gojë, mos fol dhe mos bëj më. Dhe këto kanë bërë që njerëzit të ndahen mes njëri tjetrit. Po e dini se kush është shkaku i kësaj? Shkaku është ligjet që ka bërë njeriu. Vetë njeriu i ka bërë ligjet. Ligjet që ne, dal nga dal, i kemi vendosur, mos i fol kështu fëmijës, mos i fol kështu gruas, u ky më prek, u ky më, dhe kjo i ka ndarë mes njëri tjetrit. Sot ne gjendemi të vetmuar secili bën jetën e tij. Dhe kjo do thellohet akoma më shumë. Mjerë njerëzimi se ku do arri. Sepse duke ecur përpara, ne nuk do dim se si do ta përballim nesër jetën. Merreni me mend në një të ardhme shumë të shpejt, fëmijët e tu nuk do të jenë më të tutë, se ata që tani nuk janë të tutë, sepse sa po lindin kanë një buxhet që duhet i pagojnë shtetit. Ligjet tash i ka vënë njeriu, i ka vënë shteti. Dhe ata ta kanë ndarë fëmijën nga ky moment, sepse fëmia tani është i shtetit, nuk është më yti. Bile kur lind fëmia nuk ka të dhënat bab dhe nën në Komitetin Evropian. Po, por ka sikur ti, me fjalë, një nën tek sikur ti e rrit fëmijën, por është shteti që është pronar. Po, janë të vërteta këto, i gjeni në dokumente, këto i thonë edhe avokat, i thonë dhe njerëz të famshëm, sepse janë ligje e përsërisë dhe njerë që njeriu mendon që i ka bërë për mirë, por që po shkatërrojnë zemrën e njeriu dhe ndoshta kur të vi dita, si thoshin dikur, dhe Blavatsky ka thënë, që do vi dita që njeriu nuk do të ketë më shpirt sepse do t'i shkulet shpirti nga zemra. Dhe mund mendoj që po vjen ky moment. Si është e mundur që një
fëmijë, një vajzë 18 vjeçare, mos të ketë një shok, një shoqe. Dhe në qoftë se flisni me të, është një njeri normal. Nuk mos mendoni që është një njeri që për shembull që nuk bën shoqëri, apo pse i bëri shokët dhe shoqet këtu? Pse? Këtë më thoni, pra pse këtu i bëri shoqet dhe shokët dhe atje jo? Pikërisht pra sepse njerëzit kanë filluar janë ndarë, janë shkëputur nga njëri tjetri. Dhe në një qytet të madh, për shembull si Parisi, nuk do t'ja di njeri fare. Përballë teje, për shembull, ke një derë dhe ai që është atje, apo ajo që është atje përballë teje, nuk do të pjekur. Nuk do t'ja di fare sepse nuk të shikon dot me sy që ti kalon aty, sepse i bën pis korridorin ku kalon, apo ke lule në balkon, apo ku ta di unë. Mira gjëra, kompleksitete, sepse shtohen kompleksitetet në trurin e njeriut. E dini se çfarë është truri i njeriut? Truri i njeriut është si truri i majmunit. Po, njeriu ambientohet dhe në qoftë se ti i thua një gjë për ditë, po t'ja thuash atë për ditë, një ditë ajo, kur të vi momenti, një ditë do bëhet natyrale. Dhe ti në qoftë se do t'ja heqish atë që i ke thënë për ditë, nuk e pranon truri. Për shembull, duhet të dini, e kemi thënë këtë, por unë dua ta përsëris. Për shembull, kur përgatisin këta që vrasin, u flasi gjithmonë për vrasje, që qëllojnë bëj, dhe për ata atyre nuk u bën përshtypje, nuk kanë shpirt. Ja u kanë hequr shpirtin. Dhe në qoftë se njeriu, për shembull, kush është besimtar? Pse ju besimtarët, për shembull ju që besoni, ju thon gjithmonë Zoti, Zoti, Perëndia, Zoti, Zoti, të jeni të mirë etj, dhe ju mundoheni që të bëni opera të mira, të bëni aksione të mira. Pse? Pikërisht pra sepse në trurin tuaj janë të ngulitura pikërisht këto pra, këto fjalë. Nuk po kritikoj këtu, sepse në këtë rast për shembull është mirë. Mirë po, në raste të tjera, për shembull në këto raste që na kanë bërë që të ndahemi mes njëri tjetrit, unë them që kjo do arri dita që me kalimin e kohës ne nuk do të kemi më shpirt. Pra shpirti, ai të qenurit njeri. Njeriu pse, pash një film para 2 mbrëmesh, për shikonin pjesa tjetër e familjes dhe ula dhe unë ta shifsha, dhe fliste pikërisht për këtë. Për një film që në të ardhmen, njeriu nuk do të ketë, se mbajmën titullin, nuk do të ketë më ndjenjë. Bile kanë bërë edhe një film tjetër para ca kohësh, që është me atë që ka bërë filmin Batman, që nuk më vjen tani, Christian Bale, që ose mbani mend i veshur me të bardha, që ai ati merrnin pilula që mos të kishin më dhimbshuri, sepse kishim mbritur deri në një moment që duhet se s'bën ne që mos kishim dhimbshuri. Dhe me sa duket, ata e dinin që prej kosh, ose ndoshta e kanë organizuar, projektuar këtë, që kur të vijë një moment, mos të dua më njëri tjetrin. Tani, çfarë diferencon njeriu në qoftë se nuk ka këtë, në qoftë se nuk ka dhimbshuri? Sepse ne kemi lindur, çdo gjë lindi për dashuri me dashuri. Dhe në qoftë se ne nuk kemi dashuri mes njëri tjetrit, ne nuk do kemi dashuri për veten tonë një ditë, sepse do e humbasim atë. Pra, kjo vajza, që të kthejmë prapë tek biseda e mëparshme, nuk do që t'ja di. Nuk do t'ja di për mirëqenien që mund të rrinë në Paris shkëlqyeshëm, të blej sa të doj, të punoj ku të doj dhe të ketë makinën nën shtëpi etj. Jo. Ajo zgjodhi që të rri këtu dhe ka vendosur që tani unë do rri këtu, nuk më intereson fare 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet, ndoshta të rjetën. E dini pse? E thjesht, sepse ka gjetur ngrohtësi, ka gjetur atë që nuk ekziston në Paris, pra dashurin mes njerëzve. Dhe këtë doja që ta diskutoja me ju. Çfarë keni hasur ju, në qoftë se keni hasur një fakt të tillë dhe ju, a keni hasur ndonjëherë? Pra, një rast të tillë si ky, mund të më thoni, dhe a jeni dakord me atë që ju thash që sot ka ndryshuar shumë jeta e njeriu dhe që nesër do shkëputet vërtet nga njëri tjetri? Çfarë i mbetet njeriu? Më thoni ju, çfarë i mbetet njeriu nëse nuk ka më dhimbshuri? Pres komentet tuaja. Kalofshi një të diel të këndshme dhe pres me ankth që t'ju lexoj. Lexoj për ditë edhe mbrëm që bëm atë videon, mjaft e rëndësishme a video e mbrëmshme, dhe doja që të diskutojmë së bashku sa më shumë, sepse përveç se kuptojmë, por do informohemi sepse nesër do dim se si do sillemi. Ju përqafoj Shqipe. Faleminderit që jemi për bashkë.